Devolli nuk përmend emra se kënga e prorët ka telefonuar paraprakisht për këtë çështje, por ai përmend si shok të tij drejtorin rajonal Shaban Shalën dhe nën kolonelin Nexhat Gutiç. Po edhe kur keni probleme personale, po mendoj tash nuk ka qenë ndoshta edhe shumë personale se ka qenë aksident në publik, ju i telefononi e prorë të policisë? Po i telefonon me çu patronë se 40 metra. Unë a kupton. 40 metra për policisë nuk vjen një orë 20 minuta, një polis nuk vjen. Me fotografu dhe me liru rrugën. Tash rruga në lagje tonë jetojnë mbi 300 familje. 300, është rrugë njësore që shkohet dhe kthehet. Po. Mund të shtypi a kupton, nuk ka rrugë tjetër për me dalë për me kry punë. Lidhur me pretendimet e Devollit për shoqërime e prorë, drejtori Shala thotë se të gjithë qytetarët e vendit janë shok në një mënyrë. Zotri Sali Devolli po thotë që ju e keni shok ato. A është e vërtetë që jeni shok? Oj, ne ka ti po shok, na e kem ne parfuar me krejt qytetarët e vendit. Po, ai e thot Jo, bre, po çka ka lidhja jo vllai. ai e thot në një formë tjetër, ai saktësisht thot që edhe ka raporte të mira me secilin prej e prorëve, edhe po ashtu përmend që ka telefonuar edhe e prorë paraprakisht para se me ardhë zyrtarët polisorë. Nuk e di. Cili është raporti ju, sa shpesh takoheni me to? Po jam, po tash s'po di me çfarë pyetje dhe çysh s'po di. Unë takona me njerëz ndryshëm, a e kupton ti? Po në çfarë cilësie takoni me ta, nderuam? A takoni si shok apo si qytetar të PE-s? Uno? Në çfarë cilësie takoheni me ta? Shembull konkret me Sali Devollin, a takoheni si qytetar i PE-s apo si shok? Po si qytetar, bre, them si qytetar, gjithë, apo. Po, por ai po pretendon që ju keni raport shoqëror. A ka ndiku kjo edhe në rastin që mos më u procedu tutje tek prokurori? Absolutisht jo. As nuk ndikon asnjëherë. Pra jo po thoni që në këtë rast nuk ka ndiku, ndonse rasti nuk është procedu tutje në prokurori. Unë pak pa vonë, kom dëgju se faktikisht që ato rastet edhe ato janë raste më minora, po tanë. Në anën tjetër, nën kolonelin Nexhat Gutiç mohon të ketë qenë prezent gjatë kohës që është marrë në deklarat Sali Devolli. Tutje tregon se një e prorë e ka telefonuar në lidhje me këtë rast për të interesuar se a ka të bëjë me Sali Devollin. A keni qenë prezent përderisa zotri Prengtuna e ka marrë në deklarat Sali Devollin? Ja, gabimje, përse ta se unë e poshtë që ki shkru ato e në punë shumë serioze që kur thush ti se e kom raportin gazetare, a i raport fare se eksiston, se ç'është ka që ka u shku të e nënshkrujune, se unë jam përgjec për stacione, apo kuptan. Po nderuam na e kemi një raport ku zotri Prengtuna thot që ju keni qenë prezent gjatë gjithë kohës përderisa është marrë Sali Devolli në deklarat. Lexoj mirë nëse e ki. S'është e vërtetë. Po ju them që shkruan ashtu, ne nuk e kom bërë raportin, është bën nga vetë zotri Prengtuna. Jo, se ka shkruaj qështu, e kam unë e para vetit, se ka shkru fare qështu. Është një moment, kur unë e zbres për takimit edhe një polis më thot, apo kuptan para prakisht një e prorë më ka thirë, edhe ishte në takim, tha, këshyre më s'ka të bëj kështu me zotri në fjallë, apo kuptan. Cili e prorë ju ka telefonu nëse ka mundësi me ditë? Ja, ndëgja. Kjo punë është që vetë e kem përcjell në inspektoriat, apo kupton? Tutje nën koloneli Gutiçi thot se raporti i tij me Devollin është çështje private. A e njeni jo zotrin Sali Devolli? Dëgjon. Çështje private juve. Jo, nuk është çështje private, nderuam përderisa ai ka pas një rast të caktuar dhe thotë që i ka telefonu disa e prorë, ju jeni ndër e prorët aty edhe ai e përmend që ju ka edhe shok juve, kështu që na veç po ju pyesim se cilat janë raportet e juve për me qartësu situatën se a ka pas ndonjë ndikim. Veç dëgjom diçka. Rasti është procedu, fare juve nuk ju interesoj. Nëse keni diçka ju konkret për mu, lidhje me këtë çështje, veçonani, apo kupton? A shkoni ndonjëherë në lokalin e djalit të zotrit Sali Devolli?
Jo në qatë lokal, po shkojnë gjitha lokalit ku ma do në shpirt jam, apo kuptan?